Në prag të nisjes së natës së parë të festivalit të 64, dy bashkëprezantuesit e saj, këngëtarja Arilena Ara dhe aktori i njohur Salsano Rapi, dhanë të intervistën e tyre të parë publike. Të ftuar tek tema e ditës në studion e revistës televizive, dy moderatorët treguan çfarë rëndësie mbart drejtimi një eventi si Festivali i Këngës. Sido që tjetë, sado i mirë apo i keq është festivali kombëtar. Dhe ti bësh pjesë e historisë së tij. Domethënë, duan s'duan ata që e shohin çdo gjë me skepticizëm, me kritika. Ky është festivali 64 vite rresht, është një brand është pak ta thuash, po nuk besoj se ka ndonjë kompeticion të tillë në Shqipëri që është kajtuar kaq gjatë. Pa diskutim është përgjegjësi publike. Mendoj festivali i fundvitit, siç tha Salsano, futesh në histori, bën histori, e pjesë e historisë, prandaj në të njëjtën formë, në të njëjtën moment është përgjegjësi dhe nuk është kaq kollaj të mbash 4 mbrëmje gala në mënyrë live përpara mijëra qindra shqiptarëve. Domethënë, nuk është njësoj si çdo gjë tjetër që un kam bërë në skenë përpara, por në fund, në finale është kënaqësi dhe e pranova me shumë kënaqësi. Arilena, e cila e ka prekur skenën e festivalit edhe si pjesëmarrëse edhe si fituese, së bashku me Salsanon, treguan pa u ndalur në shumë detaj se si janë të konceptuara të 3 netët e para, pasi sipas tyre finalja është gati surprizë dhe për vetë ata, duke pohuar se edhe këngën fituese ata vetë do ta marrin vesh në kohë reale me publikun. Me sa di është votat publikut, po. Është ndar 50 me 50, domethënë 50%. Si ka qenë në vitin e kaluar, po. Dhe 50 është nga SMS-t, nga publiku. Domethënë është më i thjeshtë edhe më real, me sa, sepse gjitho tabulatet e SMS-ve mund t'i shikoj kush nuk beson që kjo është një vërtet. Juria do flasi me zë... Gjithmonë mund të ketë diskutime. Juria do flasi me zë dhe me figurë për atë që mendon, kështu që... Kur ne pyetëm për namin finale, thamë, na komunikohet përpara fituesi neve që ta dim 1 minutë, 2 minuta për të marrë kënaqësinë dhe satisfaksionin një, thanë. Do ndodhi gjithçka në kohë reale, në momentin që shfaqet në monitor, të gjithë do e marrin vesh në njëjtën kohë. Prandaj finale do jetë interesante, në varësi të njerëzve si kanë votuar, publikut, votave, SMS-ve. Do jetë të gjithë surprizë, interesant. Me një kimi të dukshme mes tyre, të dy moderatorët besojnë se këtë vit festivali është një standardi tjetër, që sipas tyre shihet qartë që në skenografinë e llojit të spektaklit si MTV Music Awards. Madje ata shprehen të impresionuar nga kërkesat shumë të mëdha për bileta. Të 4 netët e festivalit do të prezantohen nga Arilena Ara dhe Salsano Rapi në skenarin e të njohurit Coloretto Tsukali.